Një aksident është regjistruar te kryqëzimi i pushimit të shoferit në autostradën Lushnjë-Fier. 2 mjete janë përplasur dhe përpasoj drejtuesi njërës prej tyre është transportuar me urgjencë nga ambulanca në spitalin e Lushnjës dhe është nën kujdesin e bluzave të bardha. Policia e qarkullimit rrugor shkoi menjëherë në vendngjarje dhe disiplinoi trafikun e rënduar me disa kilometra radh në korsin drejt Fierit. Sipas të dhënave të para, drejtuesi i mjetit tip Volkswagen ka hyrë në kryqëzim nga rruga dytësore e aksit pushimi shoferit Divjak dhe mjeti tip minifurgon që udhëtonte drejt Fierit nuk ka mundur të shmang përplasjen. Drejtuesi i mjetit Volkswagen është në spital dhe sipas bluzave të bardha ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Pas aksidentit në këtë kryqëzim shumë problematik, reagoi dhe deputeti Sajmir Korreshi. Radhë kilometrike 7 km nga Lushnjë deri në pushim shoferit. Rruga që ikën për Vlorë, si gjithmonë ju e dini, çka që bën gjithmonë burimet e aksidentit në këtë zonë të frikshme. Tani sa u hoq makina aksidentit dhe vazhdojnë radhët dhe njerëzit presin prej 7 km. 7 km. Se ju dini që vetëm 200 metra më larg se këtu, përpara meje, po ta shikoni, është ura prej betoni. Ura prej betoni që para 2 muajsh i bëra thirrje përpara Ballukut, dhe pas tani Karakaqit që mos e marrni vende për të fut lek xhep, ormi. Po të bëni një rrugë anësore dhe jepni zgjidhje këtyre qytetarëve se gjuna. 7 km për shkurt oligarkët do presin sot njerëzit dhe kjo ndodh dhe çdo fundjavë. Një urë, pra një mbikalim që ekziston dhe 2 rrugë anësore që s'kushtojnë asgjë, as kohë as lek shtetit shqiptar, që nuk asnjëri nuk e çak kokën. Prandaj shikoj si është këtu, shikoj si do jetë sot, shikoj si do të jetë gjatë gjithë beharit. Një burim këtu, burimet e aksidentit janë të përditshme, vdekjet janë të përditshme, jetët që merren janë pothuajse të përdit. Aksidentet ka me persona lënduar, pastaj mund të kemi edhe 4 ose 5 ditë. Ky është aksi dhe kryqëzimi më i tmerrshëm që ka Shqipëria. Kryqëzimi i pushimit të shoferit mbetet çdo ditë një nyje e zezë derisa ARRSH të vendosë të investojë për mbikalimet e autostradës Lushnjë-Fier, të cilat janë të papërfunduara që prej hapjes së autostradës.